mbushen 107 vite nga vdekja e Ismail Qemalit. Në përkujtim të plakut të urtë të pavarësisë janë zhvilluar homazhe në vajin e tij monumental. Për të nderuar kujtimin dhe veprën e Ismail Qemalit, autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë, si dhe deputet, vendosën kurora dhe buqeta me lule. Ismail Qemali ndroi jetë më 24 janar 1919 në Perugia të Italisë, për atë që la pas Ismail Qemal Vlora. Autoritetet më të larta vendore dhe politikanët u përullën me nderime dhe respekt pranvarit të ushtarit të panjohur në sheshin e Flamurit. Për ministrin e mbrojtjes, deputetin e Vlorës Spiro Vëngu, ky është një moment shumë i rëndësishëm, dhe se në Vlorë përkujtimi Ismail Qemalit është jo vetëm një detyrë, por edhe një përgjegjësi për përkujtimin e veprës së tij. Nderojmë patjetër figurën e Ismail Qemalit, si çdo vit kur kujtohet kalimi i tij në Shim. Është moment ku Vlora sa herë përkujton Ismail Qemalin, i për të rritë atë paktin shekullor që ka qoftë me pavarësinë e vendit, qoftë me përpjekjet e figurave që e themeluan këtë shtet, të cilat erdhën në një farë mënyrë nga ekzili, shumë kush nga diaspora dhe bën bashkë të gjitha përpjekjet dhe forcat e gjalla të kombit ta mundsonin pavarësinë pikërisht në Vlorë, pikërisht në këtë vend ku kujtimi i figurës së Ismail Qemalit është jo vetëm një detyrë, por është edhe një përgjegjësi për sa i përket përkujtimit edhe të veprës të familjes, gjithashtu dhe Bashkia e Vlorës do ta falenderoj kryetarin këtu, i përkushton edhe një energji të veçantë. Sipas kryetares së Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, Ismail Qemali është njeriu që nuk bashkoi vetëm mendjet, por edhe zemrat e shqiptarëve. Ai krijoi pavarësinë në një moment shumë të vështirë për Shqipërinë. Disa njerëz kanë vetëm datëlindje dhe Ismail Qemali është një njeri që do ketë vetëm datëlindje. Edhe është njeriu që nuk bashkoi vetëm mendjet, por bashkoi edhe zemrat shqiptare, edhe krijoi pavarësinë në një moment shumë të vështirë për Shqipërinë dhe pa diskutim i dha emër edhe këtij qyteti. Edhe është një thirrje gjithmonë një anar që ashtu me atë dashuri, me atë utësinë dhe me diplomacinë e tij, duhet të ecim dhe neve. Deputeti i qarkut të Vlorës Ardit Bido theksoi se përkujtimi i figurave të rëndësishme, siç është Ismail Qemali, janë një domosdoshmëri, pasi ata dhanë kontributin e tyre që Shqipëria të jetë një vend i pavarur. Sipas Bidos, këto figura të frymëzojnë në punën e përditshme, në objektivin për të patur një vend të bekat. Kujtimi i figurave të rëndësishme, të cilët kanë mundësuar që Shqipëria sot të jetë një vend i pavarur, në fakt është një nderim për ne, për shqiptarët, sepse këto figura na frymëzojnë që ne në mënyrë të vijueshme, në punën tonë të përditshme, të kemi së pari në objektivin tonë një vend më të mirë, më të begat. Kështu që përkujtimi i figurës së Ismail Qemalit është një detyrim i shoqërisë shqiptare dhe atyre që dhanë gjithçka për atë. Prefektja i qarkut të Vlorës Evi Sallushi tha se deri ditën e fundit të jetës, Ismail Qemali ja kushtoi të gjithë veprimtarinë dhe aktivitetin e tij Shqipërisë. Një shembull dhe një mesazh që sipas prefektes Sallushi duhet të marrin edhe pushtetarët e sotëm për të punuar me dashuri për Vlorën. Jemi sot këtu për të nderuar kujtimin e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali, i cili lindi, kulmoi me pavarësinë dhe u varos po në Vlorën e tij të dashur. Deri ditën e fundit të jetës së tij, ja kushtoi jetën e tij problemeve të Shqipërisë, e cila ndodhej në vështirësi të mëdha të ekzistencës së saj. Veprimtaria e Ismail Qemalit është shembull për të gjithë shqiptarët, për të gjithë politikanët. Jep mesazhin se dashuria për Shqipërinë, dashuria për Vlorën, për popullin tënd duhet të jetë busulla për të gjithë në jetën dhe punën e gjithë secilit. Përfitoj nga rasti të kujtoj sot edhe ish prefektin e Vlorës, Abedin e Pravishta, i cili në vitin 1932 organizoi dhe drejtoi ceremoninë madhështore të kthimit të eshtrave të Ismail Qemalit nga Kanina, pikërisht në vendin ku ndodhemi sot, në sheshin e Flamurit.